nuk ka ndodhur ndonjë situatë traumatike që me pas një zhvendosje totale të rezultatit. Këtë punën e blokadës së institucioneve që është përgjithësi e partisë që ka dalë para në zgjedhje, lëvizjave të vendosit qoftë me zhurmë, qoftë me debate, kanë mujtë një pjesë e popullatës, paka shumë edhe sistemin e demokracisë me zhvendosë, do me thonë, e kanë harru konceptin e shumicës parlamentare që duhet me fitu si e kur i ki 61 votë, mirë po e kanë shqitë këtë tërëgimin. Kush i ka fajtë që po harrojnë, regullat janë qarta. 61 deputet duhet me i bo për me i fitu zgjedhjet, mirë po, argumentin për me i fitu zgjedhjet, do të me pas 61... Pari nga, na jemi sistem shumë partijak. Mi po institucionet. Po, me i fitu institucionet. Po, dhe me i fitu zgjedhjet është 61 ose jo, se jemi dy parti i nasin Amerikë, jemi plët partijë. Vetëm mund të fitoj zgjedhjet edhe kush i ka 23, 2-22, 3-22, po, fitu si zgjedhje vosha, i zyrtari. edhe 4-20. është qashtje e gjuhës që e sharojmë, po zgjedhjet për mu i fiton ai që i bën 61 deputet. Ka kuptim kjo avni. Sepse nëse ke fitu zgjedhjet edhe nuk ke mundësi me i kriju institucionet, është sikur mos me i fitu zgjedhjet. Kjo pasaj tem tjetër, sa je bashkëpunues në konvent. Falenderit për plotësimin, je shumë i mirë. Jo, se pra me këtë ligjerim se është pak absurd për demokracinë tonë. Për mu, na do të me mësu një gjonë, demokraci i fiton zgjedhjet ai që i bën 61 deputet që ka shumicën parlamentare. Ka nëse si bën askush. Po për çfarë sepse po e lidhni domosdoshmërisht me zgjedhjet ne e kemi, se jo që s'keni drejt, se 61 duhen për institucione. Ai ka me fitu në prap zgjedhjet, po tash çështja a janë zgjedhjet e fituara nëse nuk ke aftësi me kriju institucionet. Temë tjetër. Por tash është një temë tjetër që bjen ndesh me këto çka po themi është se tregimi i tyne për shembull për një person që është më e votuar në Kosovë dhe duhet më u bë kryetare e kuvendit, është shit të një pjesë e qytetarëve të Kosovës që e drejt. A bën me mos me plotësuar. Kur ta përfundoj, jo si ta përfundoj pastaj se unë ndëgjova. Po dhe mund lyni ka epos për agoj që është po me fol hiç o burr. Nuk është në pyetje që po më drejt, s'po me fol hiç. Po se kam me ty, unë kam problem. Do të lavi kanë herë po ma hoq. Sa shkollajt ju. 42% kur nuk ka ndodhur shumë, në kushte normale nuk ish dash shumë me pas një zhvendosje të madhe të rezultatit. Pse? Sepse janë të njëjtit njerëz, paka shumë të njëjtit parti, ka disa, vetëm një pjesë e vogël e njerëzve kanë mujt me mrri me pa ato që ka po ndodhë. Dhe me thonë, nuk pres në ramje spektakulare, ose ngritje spektakulare. Një shumë të gjërat të paparashikueshme i ka fakti që po vjen diaspora, dhe është shumë e paparashikueshme vota e tyre, ndoshta Kurti me vetë faktin që e ka detyru Kosovën me pas zgjedhje kur është diaspora këtu, e din më mirë, çka shoh në diskursin publik të lëvizjes vetëvendosje, është vetëm strategji, nuk është që ka ndrru e as që ka reflektu. Për vetëvendosjen është vazhdon e ndëgjova paka shumë Glaukun të thonë që këta po dojnë me u bo blok kundër nesh. Për në fakt, këta e më bo blok kundër të krejtve. Këshire, diskursin që e ka lëvizja vetëvendosje është ne dhe ata. Lufta nuk është të bo. Kur ka hyrë në politikë, ose ka marrë pjesë në zgjedhje lëvizja vetëvendosje. Po, duhet me ditë, sepse nëse tek qytetarët nuk po e shohin këtë punë. Lëvizja vetëvendosje nuk është të luftu me fitu, veç me fitu, dhe me thonë, me shtri programin e vetë. Po është qëllimi, është qysh me arrit një shumicë që me sundu. E qaj është shumicë me sundu është përmbi 50%, ose 51 deputet me i pas. Se të mos e synoj subjekti politik atë, sidomos një subjekt politik që i ka pas 42%. Të gjitha e synojnë, po nuk e shohin këto si jetë a vdekje politike. A ky është problemi kryesor që ne kemi parti... Sidomos subjektet politike, se po thoni po ju ndërprejmë për hir të debatit, ndoshta pikrisht subjektet politike që kanë qenë opozit, duhet ta shikojnë kushtimisht si jetë a vdekje, se kritika atyre konstante ka qenë se lëvizja vetëvendosje ka lënë vendin mbrapa, e ka izoluar, nuk po e lënë zhvillohet ekonomikisht, kanë ikur 200.000 njerëz nga Kosova gjatë mandatit të tyre, nuk ka përmirësime në shëndetësi, nuk ka përmirësime në arsim, pra polarizimi shoqëror, janë shumë tema që do duhet t'i bënin tjenë a jetë a vdekje ndryshimi. Po, atër dolem një temë tjetër mirë, po kur e përmenda pak ma heret se është strategjia e lëvizjes vetëvendosje, muj me thonë se retorika... Strategjia opozit e partive politike tjera, që kjo pyjtë. Dole me dhe atë. Se strategjia lëvizjes vetëvendosje, mo, po, apëtin,
Cilla është e partive politike tjera? Dalëm atë veç të kryi njëherë me Do vizit. me vetëvendosje. S'po kryet që kjo farë strategjia vetëvendosjes. Ajo ka qenë fushatën e fundit, sharjet dhe fyrjet e zgjodhi për me ik debatit. E tash që po vjen debat cilla strategjia partive politike. Partitë politike, Partia Demokratike e Kosovës e vërtet që i ka ik gjuhës polemizuese dhe diskursit polemizues me vetë faktin që e ka zgjedh Bedri Hamzën, edhe kryetar partije, po edhe bars liste, është përcaktu në çfarë forme po don me ju të qasë. Tek Partia Demokratike, strategjia atyre është me repliku paka shumë qatë njëtën metodologji që e ka pas në zgjedhjet e nënshkurtit. Nuk shohëm dallim. Argumenti juj që nuk ka qenë që tha pak si e zbeth programi, nuk kanë faj, se s'po dojnë njerëz me ndëgju si në lodhë nga zgjedhjet. Jam të e po, njerëzit po, mu do që dikush ta që nështë ajo, që nuk është fuqishëm, nuk është pikët programore të umunu me elaboru. Mi plasu me agresivitet. Qato, po. Nuk po dojnë se nuk ka audiencë që po dojnë me ndëgju shumë. Me konë ma bendës, jo me bërtit. Njësej edhe Lidhja Demokratike e Kosovës, pak